A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. E falenderojmë Allahun e plot fuqishëm, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij fisnik Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë udhë të bekuar, na bof Zoti dhe neve prej tyre. Amin. Ejmein salihin siddiqin ulaika rafika. I madhrishmi Allah thot në Kur'anin famlar, gjithsesi në surën Ghafir, Bismillahir rahmanir rahim, wa laqad arsalna rasulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatihi ila bi idhnillah fa idha jaa amrullah qudiya bil haqq wa khasara hunalika al mubtilun. Ne kemi dërguar pejgamber para teje, për disa prej tyre të kemi njoftuar me rrëfimet e tyre, e për disa nuk të kemi njoftuar. E asnjë pejgamberi nuk i takoi të sjellë ndonjë argument vetëm se me urdhrin e Allahut. E kur të vijë koha e caktuar nga Allahu, zbatohet gjykimi me drejtësi dhe aty atëherë dështojnë ata të kotit. Ajeti 78 me radhë, pra na tregon se Zoti i Madhërueshëm ka dërgu pejgamber edhe para Muhamedit a.s. Por Muhamedi a.s. ishte vula të gjithë të dërguarve, pra khatamun nabiyyin Muhammedul Amin. Rrëfimet e tyne, pra rrëfimet e pejgamberve, pra do të jetë tema jonë e bazuar në ajetin 78 të surës Ghafir. Rrëfimet e pejgamberve të Zotit ose narracionet, qasasun nabi, pra rrëfimet ose historitë e pejgamberëve të Zotit, çfarë mësimesh marrim nga ato historitë e pejgamberëve të Zotit? Shembull, çfarë mësimesh marrim nga historia e Isait alayhis salam, që ishte i biri i Mejremës, nënës së ndershme, i cili lindi pa bab. Ashtu siç lindi Ademi alayhis salam, pa bab dhe pa nan. Prandaj ne kur nalemi dhe mendojmë rreth këtyre narracioneve ose tregimeve, shohim gjitha personazhet, por edhe konfrontimet që kanë pasur pejgamberët e Zotit me njerëzit lakmiqar, me njerëzit që kanë devijuar nga rruga e drejtë, sirat al-mustaqim. Rrëfimet e pejgamberëve na tregojnë se si ne sot jetën tonë ta rregullojmë. Sepse mund të thot dikush tash, duke na dëgjuar në këto momente, po çka na vyn neve tash me ditë na për çka kanë bën ata dikur pejgamberët. Mirë, ne duhet mu nal pak edhe me mendu. Po normal se na vyn çka kanë bën ata dikur, sepse veprimet e njëjta i kemi edhe tek njerëzit sot. Edhe pse është zhvillu teknika, teknologjia është zhvillu, njerëzit prapë kanë lakmin, e kanë xhelozin, e kanë smirën, e kanë pastaj janë njerëzit e kampit të mirë, ekipit të mirë, bashkësisë së mirë, janë njerëzit bamirës, janë njerëzit e drejtë. Prandaj edhe Zoti thot në Kur'an, ec me të drejtët, bashkohu me të mirët, vepro me të mirët. Ju jeni umeti më i mirë, që thrisni në të mirën, ndaloni nga e keqja. Wa tu'minuna billah, dhe besoni Zotin. Andaj edhe Zoti thot në Kur'an, wa laqad arsalna ar-rasula, na i kena dërgu pra pejgambert me thirr njerëzit në vërtetën dhe me ndalu nga e pa vërteta. Thirrja e Nuhut alayhis salam ishte që populli mos ta adhuronin idhuj të rrejshëm. Ashtu siç ishte thirrja e Ibrahimit alayhis salam, që populli mos ta adhuronte statujat t'i bënte zota, por i thiri që ta adhurojnë Zotin e diellit, hënës, tokës dhe qiellit. Gjitha rrëfimet e pejgamberëve ose narracionet e pejgamberëve çojnë ujë në rrugtimin e shpresës dhe bamirësisë. Pra, merre çdo personalitet të një pejgamberi të saktuar. Merre jetën për shembull të Jusufit alayhis salam,
krejt jeta Jusufit a.s. ka qenë menaxhim, drejtësi, mbarvajtje. Menaxhimi i të korrave, administrimi publik, komunikimi me masën, si kanë komunikua ata, dialogu. E vinë edhe shumë faktorë të tjerë të cilët neve si njerëz na hynë punë edhe në jetën tonë të përditshme. Mënyra se si flasim me të tjerë, si komunikojmë, si dialogojmë. Pastaj menaxhimi, edhe një shtëpi, edhe në shtëpinë tonë. Nëse nuk ka një shtëpi menaxhim, ajo nuk shkon përpara. Pastaj kemi delegimin. Mësojmë nga pejgamberët e Zotit të delegojmë. Unë po i dëgjoj këta ekonomistat ose folësit motivues. Duhet me delegu me delegu. Mirë, po delegimi është pejgamberëve të Zotit. Ata ishin delegacion. Ata kur shkonin dikun delegonin dhe transmetonin për atë mirën që i shërbente edhe privates, po dhe publikes. E mira private dhe mira publike. Pastaj, gjitha këto, Zoti Madhreshëm i ka sqaruar shumë bukur në surën Gafir në ajetin 78 me radhë. Thot asnjë pejgamberi pra nuk i ka takue pra me sjell argument vetëm se me urdhrin tim, me urdhrin e Allahut. Pra ata nuk kanë fol me hamendje. Nuk kanë fol do të thot me tekat dhe dëshirat e tyre. Tash e keni pa dhe vetë se edhe një udhëhec kur fillon me imposht pasioni i tij për pushtet, ose egoja për pushtet, ai fillon bën sipas teka dhe dëshirave të tij. Dhe pastaj pushteti ja verbon syt dhe ai e shkel kushti del përpara. Prandaj pejgamberët e Zotit na mësojnë që pushteti nuk duhet i përkohshëm që e kini pozit, nuk duhet me t'i verbu syt, por duhet përkundrazi me qenë një shërbestar i popullit tënd me dinjitet dhe ndershmëri. Prandaj Zoti thot në Kur'an: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa." Për kujto kur pra tha Allahu e lash njeriun pra me këmbës. Dhe ti nëse nuk e qenë me këmbësinë amanetin e Zotit, me dinjitet, me ndershmëri në vend, atëherë ti do ta humbasësh atë. E kush i mbështetet Zotit të gjithësisë, ai nuk humbet kurrë. Nëse i mbështetes Krijuesit ashtu siç i mbështeten pejgamberët e Zotit, gjitha punët e tua do shkojnë për vijë. Wa ma tawfiki illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Dhe suksesi im është nga Zoti i Madhreshëm. Kështu tha Musa alayhis salam. Kështu thanë të gjithë pejgamberët e Zotit. Ata luteshin dhe mbështeteshin fuqimisht te Krijuesi i gjithësisë. Pejgamber, te na pra ndalemi pak. Tash ti merr shembull njerëzit e thjeshtë. Njerëzit e thjesht, besimtarë i thjesht. Ata pejgamber kishin gjithat mbështetje të mëdha të Krijuesi, edhe pse ju kishte premtuar xhenetin në të gjallë të tyre, e kishin gjithat mbështetje të Krijuesi. Dhe arritën gjithat sukses të madh. Subhanallahu. Pra Zoti ja u dha këtë botë, mirësitë e kësaj bote, e pa dyshim edhe të botës tjetër. Prandaj ne i morim shembull ato rrëfime, por ata si i morim shembull? I morim shembull se ata kanë hes konform argumenteve të Krijuesit të gjithësisë. Pra nuk kanë fol nga vetja vet, siç ishte pejgamberi Muhammed alayhis salam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai pejgamberi pra nuk fliste nga vetja vet, hava kështu po themi. Por nga ajo që Zoti pra i sillte argumente. Po tash ne kemi argumentet, kemi Kur'anin si argument, fjalën e Zotit, kur e lexojmë, çdo rresht që e lexojmë, qoftë fillim të rreshtit, mbarim të rreshtit, mes rreshtave,
ne marrim mësime që na duhen për jetën tonë të përditshme edhe sot. Andaj, gjithë jeta e pejgamberëve të Zotit është dedikuar për përhapjen e mirësisë, drejtësisë, andaj ne kemi shembull ata. Selam aleikum.